Çdo komb ka simbolet e veta, por sa prej nesh e din të vërtetën e plot pa simbolit ton kombëtar. Flamuri shqiptar i kuq me shqiponjë të zezë dy krenare është një ndër më të njohur në botë, por historia e tij është shumë më e thellë dhe më misterioze se sa mendojmë. Sot do të zbulojmë nga vjen shqiponja dy krenare, çfarë fshihet pas ngjyrave tona, dhe pse ky flamur ka rezistuar shekuj ndryshimesh. Mirë se vini në zërin e fakteve. Shqiponja dy krenare nuk është shpikje shqiptare. Ajo vjen nga një traditë shumë më e vjetër. Simboli i shqiponjës me dy krerë është përdorur për herë të parë nga perandoria hitite, rreth 3500 vjet më parë në Anadol. Më vonë, perandoria romake lindore, ajo që ne njohim si perandoria bizantine, e miratoi këtë simbol si emblem zyrtare. Dy krerët simbolizonin fuqinë mbi lindje dhe perëndim. Një perandori, dy botë. Por si erdhi ky simbol te shqiptarët? Gjatë shek 13-15 dinastia e paleologëve, një nga familjet më të fuqishme bizantine, e përdorte shqiponjën dy krenare si sistem familjare. Kjo familje kishte lidhje të forta me Ballkanin, dhe disa studiues besojnë se Skënderbeu, heroi ynë kombëtar, ishte i lidhur me këtë linjë nëpërmjet nënës së tij, Vojsava. Gjergj Kastrioti, i njohur si Skënderbeu, është figura qendrore në historinë e flamurit ton. Kur ai u kthye nga perandoria osmane në 1443, ai nuk solli vetëm ushtri. Ai solli edhe një simbol të ri, flamurin e kuq me shqiponjë të zezë dy krenare. Por pse e zgjodhi këtë simbol? Disa historianë besojnë se ai e mori shqiponjën nga stema bizantine, për t'u lidhur me rrënjët e tij dhe për t'u dalluar nga pushtuesit osman. Ngjyra e kuqe simbolizon gjakun e derdhur për liri. E zeza e shqiponjës përfaqëson forcën, dinjitetin dhe rezistencën. Për 25 vjet, ai flamur valevitej mbi kështjellat shqiptare, ndërsa Skënderbeu dhe forcat e tij luftuan kundër njërit nga ushtritë më të mëdha të botës. Dhe çdo herë që flamuri u ngrit, ai ishte shenjë se shqiptarët nuk do të dorëzoheshin. Pas vdekjes së Skënderbeut në 1468, rezistenca filloi të dobësohej. Brenda pak dekadash, territori shqiptar ra plotësisht nën sundimin osman. Flamuri i kuq me shqiponjë u harrua nga bota, por jo nga shqiptarët. Për 400 vjet, ai mbeti në kujtesën kolektive, në këngët, në tregime, në frymën e popullit. Gjatë shekullit të 19 kur lëvizja kombëtare shqiptare filloi të forcohej, simpatizantët e pavarësisë filluan ta ringjallnin flamurin. Në Kongresin e Manastirit, në vitin 1908, flamuri me shqiponjë dy krenare u ngrit sërish, kësaj here si simbol i bashkimit të gjithë shqiptarëve, pavarësisht nga feja apo rajoni. Dhe më 28 nëntor 1912, kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, ai nuk po ngrinte vetëm një copë pëlhure. Ai po ringjallte një simbol 500 vjeçar të rezistencës. Sot flamuri shqiptar valivitet në 3 shtete: Shqipëri, Kosovë, edhe pse zyrtarisht ka flamurin e vet dhe në zemrat e miliona shqiptarëve në përbot. Por çfarë do të thotë vërtet shqiponja dy krenare? Dy krerët shikojnë nga lindja dhe perëndimi, simboli një kombi që ka qenë gjithmonë në udhëkryq të historisë dhe kulturave. Shqiponja nuk shikon poshtë, ajo shikon përpara dhe ana është e gatshme për t'u mbrojtur, por edhe për të ecur përpara. Dhe kjo është edhe mesazhi i flamurit ton. Pavarësisht se sa herë jemi pushtuar, sakrifikuar apo harruar, ne kemi mbijetuar. Ne kemi rezistuar dhe ne do të vazhdojmë. Por jo gjithçka është e qartë rreth flamurit ton. Disa studiues pohojnë se shqiponja dy krenare ka edhe një kuptim më të lashtë, të lidhur me kultet i lirë të diellit dhe shqiponje si simbol hyjnor. Të tjerë thonë se numri i pendëve, pozicioni i krahëve dhe forma e kokave kanë kuptim ezoterik, si një mesazh i koduar për brezat e ardhshëm. A është flamuri ynë thjesht një simbol historik, apo mbart diçka më të thellë, një identitet që shtrihet mijëra vjet prapa? Për fat të mirë apo të keq, shumë nga dokumentet historike janë humbur apo shkatëruar. Por një gjë mbetet e qartë: flamuri shqiptar nuk është vetëm një flamur. Ai është dëshmi e një kombi që nuk është dorëzuar kurrë. Kështu që herën tjetër kur sheh flamurin shqiptar, kujtohu: ai nuk është vetëm një copë pëlhure e kuqe dhe e zezë. Ai është simboli i mijëra viteve histori. Ai është kujtesë e sakrificës. Dhe ai është premtim për të ardhmen. Nëse të pëlqeu kjo video, mos haro të abonohesh në zërin e fakteve. Do të vazhdojmë të zbulojmë të vërtetat e pathëna të historisë son. Shihemi në videon tjetër.